Motra e gjestit Blerina Kelmendi ka reaguar lidhur me zhvillimet e fundit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Gjatë gjithë rrugëtimit të gjestit ajo ka qenë suportuesja më e madhe e vëllait të saj. Qëndroj edhe pak King se fitoria është vetëm e jotja dhe askuj tjetër, nëse me të vërtet do të vlerësohet vota e publikut. Këtë do ta vërtetojmë në 19 prill, ka shkruar Blerina në llogarinë e saj në Instagram. Ndryshe Gjesti është njëri nga lojtarët më favorit për të fituar këtë edicion të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, por nuk duhet lënë pas as Rozana, Gerta dhe Laert Vasili. Ne duhet t'ju kujtojmë se Rozana dhe Laerti janë dy të parët që kanë prekur finalen. Ndërkohë të shtunën do të vendosen dhe dy personazhet e tjerë se kush do të shkojë deri në finalen e madhe të 19 prillit.